Të nderuar besimtar, po i kalojmë këto ditë të bekuar të muajit të Ramazanit, ku ndikimi i agjërimit në këtë muaj është më se evident. Të gjitha obligimet e Allahut xhaleshanuhu të urdhëruara në adhurime, duke filluar nga namazi, agjërimi, zeqati dhe haxhi, kanë të mira dhe dobi të shumta, si në aspektin shpirtëror, si në aspektin trupor, ashtu edukativo shoqëror. Prandaj, ndikimi i agjërimit është i pakontestueshëm dhe është njëri ndër ibadetet të cilat më së shumti ka ndikim në personalitetin e besimtarit. Ne në këtë paraqitje të shkurtër do t'i përmendim dy. Është ndikimi në forcimin e imanit dhe në sjelljen e mirë. Lirisht mund të themi se besimtari islam në muajin e madhërishëm të Ramazanit, fetaria e tij është më e lartë apo më e madhe se sa në muaj tjerë. Prandaj, pse kur shohim ajetet dhe hadithet që flasin për agjërimin, do të shohim se na nxisin dhe motivojnë se ky ibadet është i pakrahasueshëm me ibadete tjera në ndikimin e besimtarit, në veçanti në faljen e mëkateve dhe në shpërblimet e shumta të Allahut xhaleshanuhu. Muaji i Ramazanit njihet edhe si muaj i faljes së mëkateve. Nuk dua të keq kuptohem dhe të keq interpretohem. Jo që Zoti i Madhërisëm nuk fal mëkate jashtë këtij muaji të bekuar, por për hir të zbritjes së Kuranit, Allahu xhaleshanuhu e shton faljen dhe magfiretin e tij. Ku në Kuranin famlar thot: Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a innehu huwal ghafurur rahim, që do thot Allahu është shumë falës, fal shumë mëkate, sepse ai është shumë i mëshirshëm dhe është falës i madh. Kur shohim hadithet e pejgamberit alayhis salam në raport me faljen e mëkateve nga i madhi Zot xhaleshanuhu, është i njohur hadithi kur pejgamberi alayhis salam një ditë ngritet apo ngjitet në hutbe dhe të thot 3 herë me zë: Amin, amin, amin. Njëra prej këtyre 3 amineve ishte ku thot: Regime anfu rajulin men adraka Ramadane falam yughfar le. Qoft i nënshmuar ai njeri i cili e arrin muajin e Ramazanit e nuk i falen mëkatet. Por derisa jemi këto, motivi dhe vullneti i besimtarit është shumë i lartë, sepse ne të gjithë jemi mëkatar dhe shpresojmë të mëshira e Allahut xhaleshanuhu për faljen e mëkateve. Gjithashtu, hadithi tjetër i njohur për besimtarit islam është: Men sama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot dhe me llogari në shpërblimet e mëdha të madhit Zot, i falen mëkatet e mëparshme. Besimtari islam është i vetëdijshëm se këtë agjerim, këtë ibadet është të e bë thjesht për hirin e Zotit, dhe çdo punë që bëhet për Zotin, prit për Zotit. Nëse Zoti na rujt, bëhen në emër të diçkafit dhe për hir të diçkafit, atëherë prej Zotit të Madhërisëm nuk kemi se çka të presim. Edhe një si hariç i madh i pejgamberit alayhis salam ku thot: Men sama yawman fi sabilillah. Kush e agjeron një ditë për hir të Zotit, Allahu xhaleshanuhu do t'ja largoj fytyrën e tij nga zjarri i xhenemit për 70 vite. I nderuar besimtar, kur Allahu për një ditë ta largon fytyrën për 70 vite nga zjarri i xhenemit, po për 30 ditë apo 29 ditë, pra a mos jemi të lumtur, a mos jemi të gëzuar? Elhamdulillah që jemi musliman.
Muaji i Ramazanit llogaritet edhe muaj i shpërblimeve të mëdha. Pejgamberi ynë Muhamedi a.s. me një hadith thot: çdo punë e mirë e birit të Ademit tek Zoti xhaleshanu shpërblehet 10, 70 deri në 700 fish. Pra, kur e shohim hadithin kutsi të pejgamberit a.s., do thot hadithi kutsi fjalë e Zotit, ku Zoti thot kullu amel ibn Adem lehu illa sawm. Çdo punë e birit të Ademit është e tija illa sawm me përjashtim të agjërimit. Es-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Nga ky hadith kutsi nënkuptojmë se shpërblimi për çdo punë dihet me përjashtim të agjërimit. Pse? Sepse Zoti i Madhreshëm e ka marrë këtë ibadet ekskluzivisht për vete. A thua pse vallë, Allahu alem, por derisa njeriu heq dorë nga ushqimi dhe pija pa asnjë trysni, pa asnjë imponim, vetëm për hir të Zotit, Zoti do të shpërblej. Pra, kompetencat Zoti i Madhreshëm u merr me laçeve dhe ju thot, ju në këtë muaj nuk dini me shpërbly robin tim agjërueshëm. Pse? Sepse ai për mua u largu nga ushqimi, nga pija, nga familja dhe nga veprimet e pahijshme dhe unë do ta shpërblej. Prandaj, padyshim se motivi është shumë i fuqishëm kur besimtari e din se shpërblehet nga i madhi Zot xhaleshanuhu, mundohet që edhe këtë ibadet ta baj në maksimumin e mundshëm. Ndikimi i agjërimit tek besimtari është edhe në sjelljen e mirë. Muaji i Madhreshëm i agjërimit është një shkollë edukative njëmujore që e edukon besimtarin. Në esencë, agjërimi është durim dhe vetëpërmbajtje. Agjëruesi duron dhe vetëpërmbahet nga ushqimi dhe pija, edhe pse ai mund të ushqehet duke mos e parë njerëzit, por ai dëshiron që të jetë i sinqert me Allahun xhaleshanuhu. Por derisa njeriu gjithsesi besimtari agjërueshëm është i sinqert me Zotin e tij, ai do të jetë i sinqert edhe me të tjerët, si në fjalë, si në sjellje, ashtu edhe në vepra. Pra, agjërimi është mjeti, largimi nga ushqimi dhe pija është mjeti i parë i cili ta mundson që ti të largohesh nga fyrja, nga sharja, të largohesh nga shiqimi ndaluar dhe të largohesh nga dëgjimi i fjalëve të pakuptimta. Pejgamberi ynë Muhamedi a.s. në një hadith thot: Men lem yada qawl az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabe. Kush nuk e braktis fjalën e keqe apo rënën dhe marifetet e saja, Zoti i Madhreshëm nuk ka nevojë për heqje dorë nga ushqimi dhe pija. Kronikat e historianëve tregojnë se pejgamberi a.s. një ditë tu kalu rrugës po e ndëgjon një grua e cila e ofendonte shërptoren e saj. Dhe pejgamberi a.s. e ftoi për ushqim. Ajo tha: inni saimetun, unë jam agjërueshëm o pejgamberi i Zotit. Muhamedi a.s. tha: si ka mundësi ti duke qenë agjërueshëm e ofendon me këtë fjalor shërptoren tënde? Agjërimi nuk është heqje dorë nga ushqimi dhe pija. Pra, agjërimi ne duhet të agjërojmë, edhe me ushqim, edhe me pije, edhe me gjuhë, edhe me vesh, edhe me sy, edhe me dorë, me të gjitha veprimet. Prandaj, na tregon pejgamberi a.s. në raste tjera, edhe nëse ndokush të ofendon apo të fyen, fjala më e madhe e besimtarit agjërueshëm është kul inni saimun. Thuaj unë jam agjërueshëm. Pra, popullorçe është unë nuk kam punë me ty, ti bën çka dush, sepse unë jam me ibadetin e agjërimit. Nëse agjërojmë dhe ofendojmë të tjerët, nëse agjërojmë dhe përgojojmë të tjerët, nëse agjërojmë dhe bëjmë zënka me të tjerët, nuk e kemi kuptuar drejt obligimin e agjërimit. Apo agjërimi nuk është të e dhonë efektin, sepse nuk e kemi të e bën ashtu qysh është e parapame.